për dollarësh. Dhe ato dollarë që kanë pasur, normalisht i kanë harxuar për dëmet që Irani u ka shkaktuar këtyre vendeve. Për riparime, për pagesa, për gjëra. Pra, është harxuar. Pra, më shumë kanë harxuar se sa kanë pasur sjellje. Pra, më shumë ka pas dalje nga banka se sa ka pasur sjellje. Sjellja është e limituar, siç thamë se funksionojnë disa dek, siç thamë është Jebel Alia që nxjerr në Emiratet e Bashkuara, është Jamburi në Arabi Saudite, pra dhe tash Emiratet e Bashkuara kanë vetëm një pikë nga nxjerrin, nga eksportojnë. Dhe në rast edhe kjo pikë nesër mbyllet, atëherë Emiratet e Bashkuara nuk kanë më të ardhura. Dhe në moment që s'ke më të ardhura, pra s'ke cash, s'ke më para. Atëherë çfarë do bësh? Ose do shkosh drejt një alternative tjetër, ose do shkosh drejt kërkesës që Shtetet Bashkuara të Amerikës të hapin një linjë shkëmbimi direkte të rezervave të dollarit, të atyre rezervave që quhet rezervat strategjike amerikane. Pra të jenë pjesë e rezervave strategjike amerikane. Po Shtetet Bashkuara të Amerikës deri më sot, pra që mbas luftës dytë botërore, deri më sot aktualisht kanë vetëm 5 vende marrëveshje strategjike për përdorim të rezervave strategjike të dollarit amerikan. Kanë me Bankën Qendrore të Anglisë, kanë me Bankën Qendrore të Kanadas, me Bankën Qendrore të Japonisë, me Bankën Qendrore të Zvicrës dhe me Bankën Qendrore të Bashkimit Evropian. E qartë. Me asnjë vend tjetër nuk kanë marrëveshje të tillë të përdorimit të rezervave strategjike të dollarit. Emiratet e Bashkuara kanë kërkuar të hynë në këtë marrëveshje. Po akses, po. Kanë kërkuar akses, po kjo aksesi është marrëveshje, pra ti s'mund ta bësh pa një marrëveshje. Që ti je pjesë e kësaj. Deri tash Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë dhënë ndonjë deklaratë ose një diçka. Jo, dakor, puna është si ta lexojmë këtë kërkesë. Kjo kërkesë lexojmë në këtë aspekt që kjo që po ndodh, do t'ju ndodhi edhe vendeve të tjera të Gadishullit Arabik. Pra, bllokimi i të ardhurave, sepse bllokimi i shitjes të naftës, të gazit do të harxoj parat, dhe në momentin që harxon parat atëherë shkon drejt falimentimit. Dhe në momentin që falimenton atëherë thash do jesh i drejtuar diku tjetër. Dhe Emiratet e Bashkuara kanë thënë që në rast se ju nuk na jepni, atëherë ne do të drejtohemi çdo gjë ta shesim me juan. Pra do të drejtohen Kinës. Me juan. Me juan, që të marrin juan. Jo më me dollar. Jo më me dollar, po me juan, sepse kanë nevojë për para. Dhe këto para kur si merr andej do t'i marrësh diku tjetër. Që të mbijetosh, po. Po, dhe në momentin që e bën këtë, atëherë në momentin që të bësh me juan, pra duhet bën një marrëveshje me Kinën. Në momentin që bën një marrëveshje me Kinën, atëherë do të thotë që nesër edhe këta nuk do jenë më objektivi goditjes Iranit. Pra ai objektivi që thamë, Xhambuja, Jebel Alia. Jebel Alia nesër del nga objektivat e Iranit, sepse në rast se bëjnë marrëveshje me Kinën, dhe Kina ta marri naftën edhe gazin aty te Jebel Alia, atëherë kjo nuk goditet më, sepse quhet objektiv kinez dhe Irani nuk i godet objektivat kinez. Po. Por kjo do thotë futje e Kinës edhe në Gadishullin Arabik. Jo, kthehet në skenar për gjitha vendet e gjirit pastaj. Dhe kemi para 2 ditësh kemi një këshilltar, një nga këshilltarët kryesor të presidentit të Emiratet e Bashkuara, bënte një deklaratë shumë interesante, normalisht që nuk e ka bërë pa lejen sepse në ato vendet ato nuk janë demokraci, pra ato janë mbretëri absolute. Po. Dhe atje nuk mund të flasë të shkruar sipas dëshirës. Ai bën deklaratë që ka ardhur koha, thoshte, që bazat amerikane të largohen nga Emiratet e Bashkuara, sepse nuk na garantojnë asgjë. Dhe kjo kërkesë, në rast se amerikanët nuk e miratojnë edhe këtë kërkesë, atëherë automatikisht ata do të bëjnë lidhjen me Kinën për të shpëtuar infrastrukturën e mbetur, sepse vetëm lidhja me Kinën i shpëton atyre infrastrukturën e mbetur, sepse dalin nga harta objektivave të Iranit. Nëpërmjet një marrëveshje me Kinën. Por në rast se Kina hyn këtu, atëherë hyn gjithandej. Dhe në rast se Kina hyn aty, atëherë kjo po çfarë do thotë? Pra, vim të ajo që kemi thënë dikur që Shtetet Bashkuara të Amerikës ju ka ardhur fatura për ta lënë Gadishullin Arabik. Pra eviction notice, lajmërimi për të shpërngulur ju ka ardhur dhe tashmë lajmërimi Kjo është pasojë po thua. Po, në fillim lajmërimi për të shpërngulur erdhi nga Irani, ndërsa ky është lajmërimi i dytë nga aleatët e tyre, pra nga vasalët e tyre që po i thonë që duhet largoni sepse po. Neve po vdesim. Dhe realiteti është kjo që po vazhdoi kjo luftë dhe po nuk ndodhi kjo, Emiratet e Bashkuara vdesin. I dregs thot nëse kjo zvarritet. Pikërisht, jo vetëm që Emiratet e Bashkuara do vdesin, por ajo çka është interesante është se të gjithë ata individ, shoqëri dhe shoqata që kanë futur gjitha parat e tyre aktualisht në Emiratet e Bashkuara, i kanë humbur. Sepse vetë fakti që këta s'kan më para, pra po i kërkojnë dollar, ato që kanë pasur i kanë harxuar. Dhe në rast se lufta vazhdon,
atëherë automatikisht nuk kthejnë më para. Pra gjithë ata që i kanë depozituar paratë e tyre në bankat e Emiratëve të Bashkuara, i kanë humbur ato para. Përfshi këtu edhe oligarkët tanë, politikanët tanë, tonë paratë që na kanë vjedhur neve, që i kanë çuar atje, i kanë humbur ato para. Totalisht. Sa kohë jemi te kjo kërkesë? Sa kohë jemi te kjo kërkesë? Në momentin që Amerika i jep linjë të kësaj, atëherë ata i rimarrin paratë e tyre, sepse zëvendëson. Po në momentin që ashtu nuk i marrin më. Pse si marrin më? Do thonë juve që edhe po fut Kina do zëvendëson, po ja zëvendëson me juan, por ama këta politikanë tanë nuk kanë ku i çojnë juanët. Nuk kanë zënë ku i përdorin dot më juan, nuk të bëjnë dot asnjë transfer me juan, sepse po të bësh transfer do të thonë që del kundër Amerikës. Dhe në këtë moment ose do të jenë detyruar të ndryshojnë rrugën e tyre politike dhe të fillojnë të afrohen me Kinën, e cila ka bërë një ambasadë 8 kaçe në Republikën e Shqipërisë, ose do t'i harrojnë paratë, do të fillojnë të vjedhin sërish më shumë se ç'kan vjedhur për të zëvendësuar paratë që i humbën në Emiratet e Bashkuara. Kemi Bin Zayedin me Xi Jinping. Dritan, ndërkohë kalojmë pak se sa vjen dhe bëhet serioze kjo çështja e Rusisë me Europën, ku vendet balltike vazhdojnë dhe të mbeten një nga shqetësimet qoftë edhe të Rusisë në raport me shumë gjëra, por edhe qoftë edhe të vetë Europës, sepse duhet dim që janë 3 vende që janë në NATO. Çfarë po ndodh aktualisht? A ka një skenar realisht për luftë? Ne diskutuam herën e fundit nga Washington Post, por gjërat sa vinë edhe bëhen më serioze në ato territor. Regjia duhet kemë edhe një hartë aty me jo kjo është një tjetër, kjo na duhet më pas. Është një tjetër ku janë ato avionët që kalojnë nga sipër. Pra, sa vjen edhe bëhet më serioze Dritan situata. Ne mund ta përdorim dhe këtë, po regjia ka edhe një hartë tjetër. Ja. Kjo Jo, s'është kjo. Jo, është tjetër, se kjo ka lidhje me linjën e mesme. S'ka gjë edhe kjo në rregull. Bëhet llaf për këto 3 vende. Po. Pra Lituani, Letoni, Estoni. Ja t'ja nisë regjistra edhe një herë. Lituania, Letonia dhe Estonia. Këto janë 3 vende që bëhet llaf. Aktualisht të 3 vendet, do të kemi që 3 vendet janë të banuara pjesërisht, pa ka një pjesë. Ja, kjo është. Të 3 vendet janë të banuara, një pjesë e tyre është e banuar edhe me popullsi ruse. Dhe rusofolse siç ishte popullsia në Donbas edhe në Ukrainë. Veprimtaria politike aktualisht e këtyre 3 vendeve ndaj kësaj popullsisë po bëhet agresive. Pra ju kanë hequr të drejtën e përdorimit të gjuhës, ju kanë hequr të drejtën e regjistrimit të fëmijëve me emra rus, pra në rast se shkon të regjia ishte më mirë ajo tjetra, se pastaj dalim këtu. Me emra rus dhe Rusia normalisht që ka reaguar disa herë pra Ministria e Jashtme në këto, plus që kanë lejuar përdorimin siç kemi thënë. Në këtu, ë? Po, në të 3, komplet kjo pjesa këtu. Në të 3 këto vende dhe kanë lejuar edhe përdorimin e hapësirës së tyre ajrore. Po, ajo që kishim dhe dronët Ukrainas për të goditur territore brenda në veri të Rusisë, në pjesën e veri të Rusisë. Pra përfshi Leningradin, pra thotë thon Shën Peterburgu. Leningradin, edhe pjesën tjetër. Dhe për këtë arsye, Rusia në vitin 2023 e ringriti nga e para zonën operative të Leningradit, sepse deri para vitit në vitin 2015 e kishte fshirë, pra nuk ekzistonte si zonë në vete ushtarake, pra si korpus. Dhe çfarë bëri si armatë? Dhe e krijoi në 2023 vendosi krijimin e armatës të Leningradit. Pra një armatë vetë e cila do të ketë 240.000 forca. Leningradit quhet Dritan? Po kështu e quajnë, armata e Leningradit. Po, nuk e quajnë armata shumë, po quajnë armata e Leningradit. Kështu e kanë vendosur. Po kështu e kanë vendosur. Dhe do të ketë 240.000 forca. Aktualisht në shtator të këtij viti, kjo mbrin diku te 160.000 forca. Në shtator të këtij viti 160.000 forca armata e Leningradit. Të gatshme. Pra është parashikuar, planifikimi është 240. Po 160 do të jenë të gatshme. Normalisht kjo i kishte për, po ç'a bën? Në shtator të vitit që shkoi, rusët vendosën të krijonin një njësi të re ushtarake, njësia e re ushtarake që njësia për dronët, pra për mjetet e pa pilot, qoftë ato detare ose ajrore. Unmanned që. Dhe atë formuan si komandë më vete, sepse nuk ekzistonte më përpara. Më përpara ekzistonte brenda komandës të forcave ajrore. Dhe tashmë vendosën vjet ta shkëputje nga komanda e forcave dhe vendosën komandë më vete, totalisht më vete. Dhe kjo komandë më vete parashikon të ketë 160.000 forca.
Dhe i morën forcat një pjesë mirë forcave të kësaj armate, armatës e Leningradit dhe ja bashkënon ja dhan kësaj komande, duke servitur për këtë gjë. Dhe aktualisht kjo komandë në fund të vitit shkon aq sa është e planifikuar 160.000 forca. Për këtë arsye kjo ka mbetur 120. Komanda e dronëve, ëh? Komanda e dronëve. Mjetëve pa pilot. Dhe parashikohet që kjo deri në shtator shkon 160. Sa do shkojë kjo në fund vitit tjetra 160, pra i plotson. Dhe vitin që vjen kjo e Leningradit shkon 240, pra. Aq sa ishte planifikuar. Po, dhe kjo është quajtur edhe një armatë rezervë. Pra Evropa e ka quajtur të NATO ka quajtur armata rezervë e Rusisë. Pra sepse normalisht që në 2020 kjo shkon 240.000. Pra 240.000 forca janë një armatë rezervë dhe me 240.000 forca nuk e ka problem për të marrë këtë territor, pra për të hyrë nesër në këtë territor, për ta marrë. Po. Sepse secila nga këto vende ka vetëm nga 5.000 forca. Pra 5.000 kjo, 5.000 kjo, 5.000 kjo. 15.000 forca me 240.000. 15.000 forca me 240.000 forca, por ama armata përfshin të gjitha llojet e armëve dhe shërbimeve. E qartë. Pra është një armatë më vete, një ushtrim vete e cila e mbulon këtë. Dhe në kohët e fundit ka pasur një përplasje midis këtyre vendeve, pra si thash për përdorimin e hapësirës ajrore për këto dhe ka pasur edhe kërcënime nga ana e Moskës në drejtim të kësaj. Dhe ajo çfarë është bërë? Kërcënimi i fundit ka ardhur dje. Dje ka qenë kjo. Dje Moska ka ngritur 2 avion Tu-22, pra si shihni. Çfarë janë Tu-22? Avionët Tu-22 janë avion bombardues strategjik. Siç janë B-1-shët, B-2-shët, B-52-shët. Tu-22 hyn pjesë të avionët bombardues strategjik. I ka ngritur nga 2 baza ajrore në Rusi dhe mbajnë bomba bërthamore, bërthamore, prandaj quhen strategjik se mbajnë bomba bërthamore, mbajnë bomba Kinzhal, mbajnë bomba me rrezet gjatë veprimi, me fuqi të madhe, goditje. Dhe kanë fluturuar për 4 orë në detin Baltik mbi hapësirat ajrore ndërkombëtare. Po. Dhe ka qenë 4 orë fluturim mbi detin Baltik të këtyre dyave, kanë ardhur, kanë zbritur deri poshtë, këtu dhe janë kthyer dhe janë shoqëruar nga 2 avion Su-35. Su-35, po. Dhe ky fluturim ka qenë 4 orë, kjo servitje. Dhe në momentin që kanë fluturuar, ata janë shoqëruar, pra në momentin që kanë hyrë në këtë hapësirë, janë shoqëruar gjatë gjithë kohës nga avionët e NATO-s. Sipas vendeve për krahatë ku kanë kaluar. Suedia ka ngritur F-35, Norvegjia ka ngritur Gripen 39-ën, ka ngritur Anglia këtej, ka ngritur Franca këtej, pra secila ka ngritur nga një avion kur ka kaluar afër hapësirës së tyre, por nuk pa i shkelur hapësirat ajrore të në hapësirën ndërkombëtare. Dhe kjo është bërë për një kërcënim të nuk është ky veprim nuk është një veprim i cili ka qenë i parashikuar për të bërë. Pra nuk ka qenë një stërvitje e parashikuar. Po. Është gjithçka e bërë. Zakonisht diskutojmë. Nuk është e parashikuar, është bërë kastile, vendosur kastile ky fluturim. Pra është për kërcënim të pastër, pra që neve kemi kapacitete të godasim, pra në rast se vim këtu, pra ky avion në momentin që ngrihet këtu, edhe nga këtu brenda ku ngrihet ky, mund të godasë çdo lloj objektivi në Evropë. Po. Por fakti që ka fluturuar kryesisht mbi detin Baltik. Pra, pavarësisht këtu ka qëndruar shumë pak dhe pjesa më të madhe e fluturimit e ka kryer mbi detin Baltik. Është për pjesën balltike, pra që është që Rusia ka kapacitete të godasi këtë anën Baltikun edhe nga territori, edhe nga ajri, po edhe nga deti. Estoni, Letoni, Lituani. Pa të treja këto. Dhe kjo servitje është një mesazh i pastër jo vetëm për këto vende, po edhe për NATO-n. Totalisht, sepse kapaciteti i NATO-s ka qenë i dobët, pra NATO ka arritur të ngrejë vetëm ata avion cilët ka pasur në shërbim në atë kohë, sepse nuk është lajmëruar NATO për këtë veprimtari. Fare. Dhe mos lajmërimi e ka zënë NATO nga fil, pra NATO nuk ka pas ditur asnjë gjë. Vetëm NATO nuk ka ditur asgjë. NATO i ka kapur, i ka